Rënja e numrit të nxënësve në arsimin fillor në Maqedoninë e Veriut po shndërrohet në një sinjal të qartë alarmi për gjendjen demografike të vendit. Të dhënat më të fundit për vitin shkollor 2025-2026 tregojnë se në shkollat fillore janë regjistruar gjithsej 174.040 nxënës, që përfaqëson një ulje prej 3.6% krahasuar me një vit më parë. Kjo rënje nuk është thjesht statistik arsimore, por pasqyrë një tkurjeje më të gjerë të popullsisë. Veçanërisht shqetësuese është situata me nxënësit më të vegjël. Në klasën e parë janë regjistruar vetëm 17.921 fëmijë, duke treguar qartë se brezat e rinj po bëhen gjithnjë e më të pakët. Kjo prirjeje lidhet drejt për drejt me uljen e natalitetit dhe me fenomenin e vazhdueshëm të emigrimit, ku shumë familje të reja zgjedhin të largohen nga vendi në kërkim të një jete më të mirë. Ndërkohë, arsimi i mesëm shënon një rritje të lehtë prej 0.6%, megjithse 67.540 nxënës. Por kjo rritje nuk duhet të krijojë iluzione për përmirësim, pasi ajo shpjegohet kryesisht me dallimet ndërmjet gjeneratave dhe jo me një trend të qëndrueshëm demografik. Me fjalë të tjera, bëhet fjalë për një efekt të përkohshëm, ndërsa baza e popullsisë së re vazhdon të tkurret. Rrjeti arsimor në vend mbetet i gjerë, me 927 shkolla fillore dhe 128 shkolla të mesme që funksionojnë, por numri në rënje i nxënësve vë në pikpyetje qëndrueshmërinë e këtij sistemi në të ardhmen. Nëse trendi aktual vazhdon, shumë shkolla mund të përballen me boshatisje, bashkime ose mbyllje. Ekspertët paralajmërojnë se këto zhvillime janë treguesi ndryshimeve të thella demografike që po përjeton vendi. Ulja e lindjeve dhe largimi i popullsisë aktive po e zvogëlojnë gradualisht bazën e shoqërisë, duke krijuar pasoja afatgjate në ekonomi, arsim dhe tregun e punës.